Sektori i urbanizmit në komunën e Gostivarit ka shënuar rezultate të dukshme gjatë vitit 2025, duke i renditur këtë qytet të pari në nivel shtetëror për numrin e lejeve të dhëna për ndërtim. Udhëheci i këtij sektori Semir Zylbari njofton se gjatë periudhës së lartë përmendur janë dhënë gjithsej 258 leje ndërtimi, që sipas tij paraqet një tregues të funksionimit korrekt institucional dhe rritjes së besimit të qytetarëve. 118 leje janë dhënë për ndërtimin e shtëpive individuale, 24 për objekte kolektive banimi, 9 për objekte industriale, ndërsa 70 leje kanë qenë për projekte infrastrukturore. Po ashtu, 37 leje janë miratuar për ndërhyrje të ndryshme, përfshirë adaptime, ridedikime, rikonstruksione, mbi ndërtime dhe vendosje të paneleve fotovoltaike. Gjatë vitit janë miratuar edhe planet të rëndësishme urbanistike, përfshirë planet detaje urbane për bloqet 27, 24 dhe 25, si dhe janë përfunduar 50 procedurat të planeve urbanistike. Aktualisht janë në zhvillim edhe 10 procedura për ndryshim të planeve detaj urbanistike me qëllim të përmirësimit dhe përshtatjes së zhvillimit urban me nevojat reale të qytetit, njofton Zylbari. Edhe nga komuna e Vrapçishtit, vitin 2025 i llogarisin si të suksesshëm në aspekt të dhënies së lejeve të ndërtimit. Kryetari i komunës Isen Shabani njofton se vetëm për objekte banimi kanë pranuar 146 kërkesa, 84 nga të cilat janë miratuar, ndërsa për objekte industriale janë bërë 13 aplikime dhe vetëm 9 janë realizuar. Të tjerat janë në procedurë për shkak të pritjes për kompletim të dokumentacionit, njofton Shabani. Në komunën e Vrapçishtit kemi 2 kategori të A1 për banim që nuk kupton, dhe kemi kategorinë G, që përfshin zonën industriale. Në A1, në kategorinë A të themi, kemi për vitin 2025 kemi 146 kërkesa nga ato, 84 janë dhënë leje dhe punohet në teren, kurse 62 janë në procedurë për shkak mungesës dokumentacionit, ku ne i sugjerojmë sjellim një konkluzion mungesë të dokumentacioneve dhe njoftojmë kompanitë projektuese që të plotësojnë dokumentacionin dhe besoj shumë shpejt edhe ata duhet t'i kryejmë. Kurse në zonën industriale për vitin 2025 kemi 13 kërkesa, 9 nga ata janë kryer, 4 janë në procedurë për t'u dhënë leje ndërtimi. Shabani dhe Zylbari theksojnë se puna e këtij sektori në 2 komunat përkatëse udhëhiqet nga ligji dhe transparenca, dhe se këto rezultate janë fryt i punës së përditshme të ekipeve të përgjegjshme që kanë dhënë maksimumin në punën e tyre. Nga komuna e Gostivarit dhe ajo e Vrapçishtit presin që edhe gjatë këtij viti të vazhdohet me të njëjtin ritëm pune, me synim zhvillimin e qëndrueshëm urban dhe përmirësimin e cilësisë së jetës për qytetarët.